Marini producent ekzekutiv I premierës apo I filmit në tërësi? Si ta them? Maroko Koshko dhe Fatmirin filmit. Marini është producent ekzekutiv, që është titulli më I lartë, me fjalë që thjesht për kështu një informacion të përgjithshëm. Për shembull, producent ekzekutiv janë studiot. Për shembull, producenti të tjerë bëjnë filmin, për shembull punën ato që shkojnë në lokacion mos bëj kjo, mos mungoj kjo, atje çdo gjë. Ekzekutivi është banka. Është studio. Ai që vjen nga Universal, nga Warner Brothers. Ai është ekzekutiv, domethënë titulli më I lartë. Dhe ti Fatmir që je regjisori. Unë jam regjisori. Bukur. Tani unë do doja që të riktheheshim bashkë tek prokurori për të pyetur për disa detaje interesante që si thua na kanë ngelur. Se mbas edhe një pjesë kanë mbetur pak në edhe Marini. Dyshime sa ndodh next me prokurorin. Edhe Marini ka qenë pjesë e kastit tek prokurori. Ka rol kryesor, po. Tani. Do flasësh fol ti. U bë serial kur do të shfaqet si ka ecur puna, domethënë që ta sqarojmë. Ta kuptojmë vetë. Ne bëm atë promovimin pjesën e parë që trohej vëmendje gjitha, edhe siç e pata thënë të gjitha intervistat që kam thënë atëherë, diku në prill, me fat dy producentët ose executive producers e kemi lënë diku në prill, Biluni takova një eveniment shumë I madh. Ai ishit ju atë se s'maj me takova ty? Si ishit atje? Ti ishte për cifra të lartë. Jo, po m'ka vajtur mendja, po jo, atje ishin shumë njerëz, po ishte shumë bukur. Me të thënë drejtën, unë jetoj në Los Angeles gjithë këto vite dhe rrallë mbje me pa një organizim të tillë. Nuk është se e kam për marketing të aty nëse nuk është, atë kanë marru punë të tyre, po e kam fjalën që ishte diçka që mbjen mirë që në Tiranë po ndodhen kështu gjërash, me thënë drejtën. Edhe vin tani te prokurori, so unë e kemi lënë diku në prill, bile ma rikonfirmoi edhe atë natë zoti Ujka, edhe më tha që bënu gati në fund të marsit, fillim prillit do flasim. Edhe tani po filluam, ose kur të fillojmë, ne do fillojmë 11 episode. Do të jenë në Netflix. 11 episode bashkë me premierën 12. Në Netflix nuk do jenë kur të mbarojmë. Ne do xhirojmë 11 episode, do të montojmë. Do të bëjmë çdo muaj një episod 45 minutë. 11 episode. Edhe kjo quhet një sezoni I parë. Po, sezoni I parë. Në momentin që ti mbaron sezonin e parë, pastaj ti është sikur të shohësh filmin siç e patat në aty. E shikon filmin nga fillimi deri në fund, po prapë I lën ca dyer hapur që të vazhdohet sezoni I dytë. Po mbyllet ajo, si më thon. Ti e ke parasysh se ç'është është filmi. E kupton? Kështu që me prokurorin në këtë pikë. Kanë ardhur nga Netflixi, e kam parë. Ile mora vesh që kishin bërë ca punë tjera këtej ata pastaj, e kam parë, kam marrë komentet edhe komplimentet e mia, çështja ka vajtur në Netflix, në acquisition center që quhet. Edhe ata tash do marrin vendime, po nuk do të thotë gjë se çfarë marrin ata, sepse ata ma kanë bërë qartë, nëse ne nuk ndërhyjm pasi të keni bërë episodin e parë, atë do të takojmë në fund sezonit, se nuk mund të futesh në mes. Sigurisht, nis një gjë dhe duhet të përfundojë. Se po të vinë ata bëjnë ca rregullime të vogla, normal vinë me financime, me financime gjigante. Me Netflixi minimumin e ka $4 milionë për një episod, minimumin. Imagjino tash ato buxhetet në Shqipëri ose në këto vende të Ballkanit nga do xhirojmë ne ose në përbotë. Por që në fund kur këtë mbaruar të 11 episodet bashkë me premierën do të jetë paket në Netflix një produksion, po them sezoni I parë, një produksion edhe shqiptar, se nuk është vetëm produksion shqiptar sigurisht. Edhe shqiptar. Po jo, shiko, kompania që e bën atë Starway Films është regjistruar Los Angeles, Toronto edhe në Tiranë. Është kështu që le ta them dhe një produksion shqiptar. Po, është produksion shqiptar dhe unë e them me shumë krenari. E kupton, unë jam shumë krenar për çdo gjë shqiptare. Unë e kuptoj se ju jeni lot këtu edhe ngaherë lodhesh e thua është më mirë ajo huja. Kur shkoj me ble fruta atë që thonë thotë këto janë greke, këto janë italiane, them a ke shqiptare se ai kujton se do i marrëm se janë greke. Po nuk e kam për greke pa greke. Po madje me shehimit e frutat. Ha, kaluam nga ajo. Okej. Merrni këto që prodhohen në Shqipëri sepse ai që vjen nga Greqia është kontaminuar gjatë rrugës edhe. Po ti ke shumë të drejtë me Viola, po pika që s'më ha mua që s'të lë ty të flasësh. Ti ke shumë të drejtë, mesazhi sensibilizues shumë I drejtë I Violës. Përshtypja e Danny Glover nga xhirimet e filmit të parë, po them këtu në Shqipëri, jam shumë kurioz. Po, shiko, ai vetë herë unë e kam thënë disa herë edhe e kam edhe incizuar, domethënë se kemi pas gjatë gjithë kohës dikën që dokumentonte të gjithë punën e tij. Në aeroport ju mbushën syt me lot dhe fillon të qante, e kupton, I vinte keq që po ikte nga këtu. Edhe më tha domethënë që
këtë lloj dashurie ma ka pas dhënë vetëm mamaja ime. Domethënë, llogaritë tani kompliment më të madh nuk mund të bëhet për një vend. Edhe këtu kthehemi prapë te letra ime për kryeministrin, e kupton? Tani unë sjell Danny Glover, unë sjell Robert Miano. Ato kanë mbajtur në Los Angeles, sapo ka shkthyer Danny Glover në Los Angeles. Unë kam marrë 3-4 oferta për filma, jo që ti bëjon regjin, po janë ca filma që janë në produksion si për që të vinë të filmojnë këtu. Njëri nga ata kërkon, e kupton, po janë produksione të atjeshme, po që të vinë këtu. Shkon Robert Miano, vjen këtu e merr telefonin, iku truri fare apo ç'është ky vend, ç'a janë këto njerëz, e kupton? Shkon atje, unë marr telefonat, ore ç'u bën ti këtyre njerëzve? I thash nuk ja bëjon, është janë njerëzit e mi, është vendi im. E kupton? Po a ka gjë më të bukur të promovosh turizmin? Nuk po flasim kulturën, historinë tonë, këto gjërat, hajde se këto janë bërë këtu, janë bërë kështu hajde, e kupton? Po turizmin. Ti sjell një start kategorisë A këtu, ti ke kretë mediat e planetit aty. Ti bën një film siç është ky që pam, ai ju ma thoni trosh, e kam me gjëmend, dua sinqerisht. Pse mund të mos e shikoj një polak atë filmin, o pse të mos e shikoj një kanadez atë film? S'ka as kështu gjëra politik, nuk ka asgjë fare, ka emocione humane të pastra. Asnjë grinc 2-3 nisën me shkuar atje, e kupton? Kështu që kjo ti nëpërmjet kësaj ti tregon jugun e Shqipërisë. Një detaj nga filmi, më pëlqeu fotografia e filmit. Faleminderit. E bukur. Ose e bukur është Shqipëria. E bukur është. Edhe e përshëndesim drejtorin e fotografisë Kushtrim Tërnava nga Kosova. Përshëndesim Kushtrim. Një artist unë i them për gdheli këtë fjalën i çmendur. Se duhet të jesh i çmendur me shpar. Ka.